Më 28 nëntor 1912, historia zyrtare na ka mësuar se flamuri shqiptar u ngrit vetëm në Vlorë. Kështu e kemi dëgjuar që në bankat e shkollës, kështu e kemi lexuar në libra dhe kështu na është përsëritur brez pas brezi. Por historia e vërtet rallëherë është aq e thjeshtë sa versioni që na serviret. Sepse ndërsa në Vlorë shpallej pavarësia, në të njëjtën ditë, larg nga sytë e diplomacisë dhe dokumenteve zyrtare, në Kosovë po ndodhte një akt po aq i madh dhe po aq i rrezikshëm për fatin e kombit shqiptar. Para se ta çojmë këtë histori më tej, ndalemi për një çast. Nëse mendoni se historia shqiptare ka ende të vërteta të fshehura, nëse besoni se jo çdo gjë është thënë dhe jo çdo emër është përmendur siç duhet, atëherë pëlqejini këtë video dhe abonohuni në kanalin Histori Epike, sepse ky kanal ekziston pikërisht për këto histori, për t'i nxjerrë nga harresa, për t'i rikthyer në vendin që u takon dhe për t'u treguar brezave ashtu siç ka ndodhur në të vërtetë. Tani le të kthehemi aty ku historia u ndërprej me qëllim. Në Grykën e Deçanit, aty ku rruga shtrëngohet mes maleve dhe ku pushteti Osman ende kishte armë, ushtar dhe poste të përhershme, një burr shqiptar po përgatitej të bënte një veprim që nuk kishte kthim pas. Ai nuk kishte përpara as tryeza, as dokumente, as mbështetje ndërkombëtare, kishte vetëm guximin, besën dhe flamurin kuqezi në duar. Ky burr quhej Isuf Bardhosh Haklaj nga Isniqi i Deçanit. Sot emri i tij pothuajse nuk përmendet, por atë ditë me 28 nëntor 1912 ai ishte flamurtar. Dhe jo flamurtar simbolik, por flamurtar në tokë të pushtuar përballë armikut, në një moment ku çdo veprim i tillë paguhej me jetë. Pyetja që lind natyrshëm është si ka mundësi që një njeri me një akt kaq të madh historik sot të mos ketë vend në historinë zyrtare shqiptare. Për ta kuptuar këtë duhet të kthehemi disa vite mbrapa. Në fundin e shekullit 19 dhe fillimin e shekullit 20, shqiptarët jetonin në një presion të dyfisht. Nga njëra anë perandoria osmane, e cila po dobësohej, por ende ushtronte dhunë dhe represion. Nga ana tjetër shtetet fqinje, Serbia, Malizi, Greqia dhe Bullgaria që prisnin momentin e duhur për të coptuar territoret shqiptare. Shqiptarët nuk po luftonin vetëm për liri, por për të mos u zhdukur si komb. Në këtë realitet, Isniqi i Deçanit nuk ishte thjesht një fshat i zakonshëm, ishte një vatër rezistence, një qendër organizmi dhe një strej për kryengritjet shqiptare. Pozita e tij gjeografike, kullat e forta dhe lidhjet fisnore e kishin shndruar në një pikë kyçe të lëvizjes kombëtare shqiptare. Këtu fjala e dhënë kishte peshë, besa kishte vlerë dhe armët nuk mbeteshin për dekor. Njën nga figurat qendrore të kësaj rezistence ishte Isa Boletini. Lidhja e tij me Isniqin nuk ishte rastësore. Familja e Boletinëve kishte origjinë nga kjo zonë dhe kur forcat osmane i dogjën kullën në Boletin në vitin 1908, Isniqi u bë vend strehimi i tij. Aty u mjekua, aty u mbrojt dhe aty vazhdoi organizimin e kryengritjeve. Rrethimi i Isniqit nga forcat osmane ishte i ashpër, artilleria goditi fshatin, kullat u dogjën dhe 10 burra u arrestuan. Megjithatë, vendimi i krerëve të fshatit ishte i prerë. Isa Boletini nuk do të dorëzohej. Gratë, fëmijët dhe pleqt u larguan. Ndërsa 700 burra mbetën për të luftuar. Ky akt nuk ishte vetëm qëndres, por një deklarate hapur se kjo tokë nuk do të nënshtrohej. Në vitet 1909 dhe 1910, Isniqi u shndrua në një qendër kuvendesh kombëtare. Aty u mblodhen krerë nga Peja, Gjakova, Deçani dhe viset përreth. U mor një vendim jetik, falja e gjaqeve për hir të luftës së përbashkët. Kjo besë nuk ishte thjesht pajtim, por një akt strategjik për mbjetesën e kombit.
shqiptarët e kuptuan se pa unitet çdo kryengritje do të dështonte. Në këtë mjedis u formua dhe figura e Isuf Bardosh Haklajt. Ai nuk ishte politikan dhe nuk mbante fjalime. Ai ishte luftëtar i terrenit, pjesë e qetave kryengritëse dhe një nga njerëzit më të besuar në rrethin e Isa Boletinit. Isufi ishte nga ata burra që nuk pyesnin dy herë kur vinte puna tek veprimi. Prandaj kur u afrua viti 1912 dhe momenti i pavarësisë, nuk ishte rastësi që për një nga aktet më të rrezikshme u zgjodh pikërisht ai. Sepse ngritja e flamurit në Kosovë nuk ishte një ceremoni, ishte shpallje e hapur pavarësie në një territor ku armiku ishte ende prezent. Më 28 nëntor 1912 në Vlorë, Ismail Qemali shpalli pavarësinë e Shqipërisë, por ky akt nuk kishte kuptim të plot, pa ushtrirë edhe në viset e tjera shqiptare. Për këtë arsye, me urdhër të drejtpërdrejtë të Isa Boletinit dhe Ismail Qemalit, Isuf Bardosh Haklaj u nis drejt grykës së Deçanit. Aty ndodhej një post ushtarak Osman. Rreziku ishte real dhe çdo gabim do të ishte fatal. Së bashku me Hazir Lahën, Isufi u afrua tek shtiza e flamurit Osman. U ngjit mbi një shkëmb, theu shtizën, rrezoi flamurin e perandorisë dhe ngriti flamurin shqiptar me shqiponjen dy krenare. Në atë çast, Deçani u bë pjesë e pavarësisë shqiptare jo në letra, por në akt konkret. Ky flamur nuk u ngrit për sy e faqe, u ngrit si sfidë, dhe pikërisht për këtë arsye kjo ngjarje nuk u përjetësua në histori, sepse pas shpalljes së pavarësisë, realiteti politik ndryshoi. Kosova mbeti jashtë kufive të shtetit shqiptar dhe çdo fakt që e lidhte drejt për drejt me aktin e pavarësisë u bë i padëshiruar. Isuf Haklaj nuk u përmend në dokumente, nuk u ftua në ceremoni, nuk u nderua. Përkundrazi, vetëm pak muaj më vonë, në prill të vitit 1913, ai u vra në rrethana të errëta, në zonën e Tropojës pranë qafës së Padeshit. Vrasja ishte e organizuar dhe e planifikuar me përfshirje të elementeve osman, serb dhe bashkëpunëtorëve vendas. Trupi i tij u varros fshehurazin nga një bari. Varri nuk u shënua kurrë, eshtrat nuk u gjetën kurrë. Dhe kështu njeriu që ngriti flamurin shqiptar në Kosovë, u zhduk edhe fizikisht edhe historikisht. Në vend të emrit të tij, historia zgjodhi një emërtim të ftohtë, ushtari i panjohur. Një emër që e fshin individin dhe e zhvesh aktin nga kuptimi i tij i vërtet, por e vërteta nuk zhduket përgjithmonë. Ajo pret kohën e duhur për t'u rikthyer. Sot, më shumë se një shekull më vonë, kemi detyrë morale dhe kombëtare ta rikthejmë këtë histori në vendin që i takon. Të kuptojmë se pavarësia shqiptare nuk ishte akti izoluar në Vlorë, por një proces mbar kombëtar. Se Kosova nuk ishte spektatore, por pjesëmarrëse aktive, dhe se Isniqi i Deçanit ishte një nga zemrat që rrihnin për lirinë shqiptare. Nëse kjo histori ju ka bërë të mendoni ndryshe për 28 nëntorin, mendimi juaj ka rëndësi. A duhet Isuf Bardosh Haklaj të njihet zyrtarisht si flamurtari i pavarësisë shqiptare në Kosovë? A duhet historia të rishkruhet aty ku është padrejtësisht e cunguar? Shkruani mendimin tuaj në komente. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.